ka arbitra që kërkojnë ndjes, madje se harroj një herë, po s'po e përmend emrin se është president që më anatemuaj shumë pas ndeshjes, më vuri në një presion shumë madh, më ke bërë këtë, i thash dëgjoj, nëse është penallti, se atëherë s'kishte VAR. Dhe është kështu si thua ti, unë do ta shikoj në darkë, se kishte emision sportiv këto Moviola, dhe do të kërkoj të falur një natës si thash. Po nëse s'është do më kërkosh ti të falur. Dakor të. Kur e pam darkë, ishte penallti, kishte të drejtë ai. Ishte penallti. Edhe i bëra mesazh, të kërkoj ndjes, ka qenë penallti. Nuk e harron ai akoma, thot. Por pun jam njeri, një herë kam parë. Se tani është më e thjeshtë gjëja. Po. Se shkon e shikon, të tani të ndihmojnë kolegët e VAR-it. Është shumë e thjeshtë. Dhe se kaluam direkt te VAR dhe kur shikoj tani gabimet trashanike me VAR-in, më kërcet pa kjo, më them ore tani pa aftësi është kjo që ta shikosh 10 herë dhe 2 atje, 4 në fush, 2 rezervë, 10 veta dhe